Përshëndetje të nderuar teleshikues, po ndiqni edicion informativ të lajmeve në Report TV, këtë janë titujt kryesor për orën 17. Kosova është një shtet i pavarur dhe territorin e saj Beogradi e ka humbur, thekson kryeministri Rama, ndërsa i kujton presidentit Vučić se duhet të respektojë të drejtën ndërkombëtare kur flet për devijim të lumit të Ibrit. Ministri i jashtëm serb përgjigje duke thënë se Tirana s'ka lidhje me Ibrin. Brukseli kërkon nga Beogradi t'i shmangë këto deklarata. Një objekt peskatësh i gjithi pa leje ngritur në më shumë se një vit në Qiparo, shkriu IMT në Himar dhe pezulloi zinxhirin drejtues të policisë lokale që ishte në detyrë kur ndërtesa shtonte katet. Ish shefi i komisariatit Himar, polici i zonës dhe 3 zyrtar të IMT-s janë në kërkim, ndërsa pronari i godinës me 2 zyrtar të policisë u arrestuan. Nga qershori deri më sot policia ka arrestuar 21 persona për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa sistemi evropian për zjarret thotë se janë djegur gati 3000 hektar sipërfaqe. Në kulmin e betejës me flakët, dorëhiqet kreu i zjarrfikësve Arben Cara. Për emergjencat në dispozicion 88.2 milion euro nga buxheti i shtetit e bashkive. Një vit po shoqërohet me më pak lindje dhe më shumë vdekje krahasuar me një vit më parë. Në 6 muaj, thot Instat, erdhën në jetë pak më shumë se 10.000 bebe, ndërsa shifrat në 3 mujorin e dytë ishin në nivelin më të ulët të dekadës së fundit. Një gjykatë siriane ka dënuar me vdekje në mungesë ish presidentin Bashar al-Assad, i shpallur fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës civile në vend. Gjykata dënoi edhe të vëllan Maher al-Assad, si dhe ish zyrtarin e sigurisë Atef Naib, të akuzuar për vrasje, tortura dhe nxitje për vrasje. Pas postimit të kryeministrit Rama mbrëm vonë, përgjigje ka kthyer në një pasmesnate ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić. Kryediplomati serb thotë se Tirana nuk duhet të flasë për Ibrin sepse ai nuk kalon në territorin shqiptar, ndërsa shkruan se qëndrimi i Beogradit për Kosovën nuk është folklor, por sipas tij bazohet në kushtetut dhe të drejtën ndërkombëtare. Në fund, Đurić thotë se i gjithë ky shkëmbim mesazhesh nuk është as pak surprizues, teksa fton le t'i surprizojmë të gjithë pozitivisht duke gjetur më shumë mënyra për të kapërcyer dallimet tona. Këtë përfundim të postimit e ka përshëndetur ministri shqiptar i jashtëm Ferit Hoxha. Ai shkruan se pikërisht këtu qëndron e ardhmja e rajonit, jo në kërcënime dhe akuza, por në dialog, besim dhe bashkëpunim pragmatik. Një reagim për qëndrimin e Beogradit për devijim të Ibrit e ka pasur edhe Bashkimi Evropian, që i cilëson si deklarata të cilat duhet të shmangen. Kërcënimeve të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić i ka kthyer përgjigje edhe kryedemokrati Berisha. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Berisha i cilësoi këto deklarata një kërcënim të drejtë për drejtë ndaj Kosovës dhe të gjithë shqiptarëve. Duke cilësuar Vučić si padron të kryeministrit Rama, Berisha akuzon presidentin serb për një politikë të drejtuar nga urrëtia ndaj shqiptarëve. Vučić, thot Berisha, po përdor etjen si armë gjenocidiale, duke konsideruar si një akt destabilizues për paqen dhe stabilitetin në rajon. Të shkëndanimit të tjera informacione, Shqipëria renditet e para në botë në indeksin global të sigurisë kibernetike në CSI. Kryeministri Rama thotë se ky kapërcim epokal nuk është një dhuratë e rënë nga qielli, por rezultati një pune të madhe që nisi pas sulmit të regjimit të Teheranit që synoi të gjunjëzonte shtetin, por që në fakt u bë piknisja një transformimi të madh digjital. Sulmi kibernetik i ardhur nga Republika Islamike e Iranit që tentoi të gjunjëzonte shtetin, bëri që Shqipëria përmes reagimit të kthehet në një vend me transformim epokal që sot renditet e para në botë për sigurinë kibernetike. Kryeministri Rama ndau lajmin se me një rezultat prej 98.33 pikësh, vendi ynë pozicionohet në krye të klasifikimit global për nivelin e zhvillimit të kapaciteteve kombëtare në fushën e sigurisë kibernetike sipas një raporti ndërkombëtar. Nga shënjestri një prej sulmeve kibernetike më të rënda ndaj një vendi të NATO, sot Shqipëria është në avangardën botërore të zhvillimit të kapaciteteve kombëtare të sigurisë kibernetike. Ky rezultat, thot Rama, nuk është dhuratë, por fryti një pune të madhe.
Ky nuk është një kërcim magjik në renditje dhe as një dhurat e rënë nga qielli, por rezultati një pune të madhe për të ngritur kapacitetet teknologjike të nivelit botror, aftësi institucionale e profesionale të klasit të parë dhe për të ndërtuar një sistem që nuk pret më goditjen për të reaguar, por punon çdo ditë për ta parandaluar atë, fale dhe modelit të parë të inteligjencës artificiale proaktive të futur në një arkitekturë mbrojtje kibernetike në Europë. Dhe ndërkohë që sulmet e Iranit, thot kreu i qeverisë, vijojnë ende, por dështojnë. Ky kapërcime po kalush po ashtu dëshmi e fuqisë së aleancave të vërteta dhe të forta. Shqipëria u goditë në vitin 2022 nga një sulm kibernetik iranian që paralizoi për disa kohë shërbimet online të institucioneve. Sulmi solli edhe ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Iranin. Vetëm një vit më vonë, i njëjti indeks që sot e rendit Shqipërinë të parën, do ta rendiste në vendin 54, ndërsa në 2025 në vendin e 15. Tre të arrestuar dhe 5 zyrtarë në kërkim prodhoi deri më tani një objekt peskat të ndërtuar i gjithi paleje në Qeparo. IMT Himarës u shkri si institucioni i parë që duhet të kontrollonte territorin, ndërsa zinxhiri drejtues i policisë së Himarës në dhjetor të 2025-s, kur objekti ka nisur ndërtimin, u pezullua. Ky objekt me peskate paleje në ndërtime sipër, vetëm disa qindra metra larg Bregdetit në Qeparo, shkriu Inspektoriatin e Mbrojtjes së Territorit në Himar dhe vuri përpara përgjegjësisë penale edhe uniformat blu. Ndërtesa sot është e shembur pas ndërhyrjes së IKMT-s, por pasojat po bien mbi personat që mbyllën syt teksa objekti shtonte një nga një katet. Sipas deklarimeve të pronarit, punimet nisën në dhjetor të 2025-s, fillimisht në objekt dy katësh, njërin në tokë për të cilën 39 vjeçari Lulzim Bujari nga Tirana aplikoi për leje legalizimi. Por ndërkohë sipas IKMT-s, ai ka vijuar me ndërtimin brenda pak ditëve të tre kateve të tjera dhe çuditërisht ndërtesa u zbulua vetëm së fundmi nga shërbimet e policisë së Himarës, të cilat e arrestuan pronarin. Të parët që u dyshuan për shpërdorim të detyrës, kryeinspektori i IMT-s së Himarës, Dorian Hoxha dhe dy varësit e tij, Mateo Koshi e Andi Hoxha, të cilët duhet të mbronin territorin dhe zonën e Qeparos. Të tre janë shpallur në kërkim. Agjencia mbikëqyrjes policore hapi gjithashtu një hetim dhe gjeti me përgjegjësi zinxhirin komandues të strukturave policore të Komisariatit të Himarës. 4 punonjës po hetohen për shpërdorim të detyrës, 2 në pranga dhe 2 janë shpallur në kërkim. Në krye qëndron Ferit Merka, i cili në kohën kur objekti pa leje ka nisur të ndërtohet, ishte shefi Komisariatit të Policisë së Himarës, AMP e shpallin në kërkim, ndërsa aktualisht është shefi seksionit të trafiqeve në Policinë e Vlorës. Ish drejtuesi nuk është gjetur në banesën e tij dhe pavarësisht njoftimeve, ende nuk është paraqitur pranë strukturave përkatëse. Emiliano Prenga u arrestua, ai ka pasur detyrën e shefit të krimeve në Himar, sot shefi krimeve në Divjak. Klodian Petani, gjithashtu i arrestuar, ishte specialisti i hetimit të krimeve në Komisariatin e Policisë së Himarës, sot me të njëjtën detyrë në Vlorë. Në kërkim vijon tjetër dhe specialisti i zonës në Policinë e Himarës, Redin Çaushaj. I gjithë zinxhiri komandues në kohën kur u ngrit pa leje ndërtesa peskatëshe u pezulluan nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita. Betejë me flakët vazhdon prej disa ditësh, ku sot numërohen 5 vatra aktive. Më problematike paraqitet situata në parkun e Lurës dhe në drenje të Patosit. Në mes të kësaj situate, drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës, Arben Cara, ka dhënë ndërheqjen për arsye të panjohura. Zjarri ka përfshirë masivin me pishë të zezë në parkun kombëtar të Lurës, ndërsa era e fortë po favorizon prapjen e flakëve. Tereni i vështirë bën të komplikuar ndërhyrjen nga toka, ndaj në operacion janë angazhuar 2 helikopter të forcave të armatosura. Në drenije të Patosit, një vatër e shuar më herët është riaktivizuar. Flakët kanë përfshirë një sipërfaqe me pisha dhe ullinj. Përpiqemi me mishe me shpirt, me mjete rrethanore, edhe ndihma e zjarfikësve. Rrezik janë banesat që janë aty poshtë, tokat me ullinj. Edhe pishat e digjen e pasuri. Është mushkria Myzeqes, mushkria e mund të theme deri në Durrës. Nga ajri po ndryjnë 2 avione Air Tractor, të cilët hedhin ujë pa pushim. Një zjarr ka përfshirë pasditën e sotme zonën e ujit të ftohtë në Vlorë pranë tunelit.
Flakët që dyshohet se nisën në pjesën kodrinore kanë shkrumbuar një kabinë të ujësjellësit. Zjarfikset po punojnë për izolimin e flakëve, pasi vatra ndodhet pranë banesave e hoteleve. Në Krujë, pas operacioneve intensive nga toka dhe ajri, vatrat janë shuar. Bilanci 24 orëve të fundit flet për 25 vatra zjarri, por vetëm 5 janë aktive. Sa kaq, Sistemi Evropian për Zjarret në Pyje raporton se nga janari deri më sot në Shqipëri janë regjistruar 18 zjarre, duke shkrumbuar një sipërfaqe prej 2297 hektarësh. Në kulmin e kësaj situate, drejtori i përgjithshëm i shërbimit zjarfikës Arben Cara ka dhënë dorëheqjen. Burimet bëjnë me dije se Cara e ka paraqitur dorëheqjen një ditë më parë, ndërsa sot është firmosur nga ministri i Brendshëm. Arsyet e dorëheqjes janë të panjohura, ndërsa ende nuk dihet se kush do ta marrë drejtimin e shërbimit zjarfikës. Nga 1 qershori deri më 11 gusht, policia e shtetit identifikoi 21 autor zjarresh të dyshuar që u arrestuan. 44 të tjerë po hetohen në gjendje të lirë, ndërsa 3 janë të shpallur në kërkim. Zjarrvënia dënohet nga kodi penal, ndërsa sipas rasteve të caktuara u rrezikon nga gjob deri në 20 vite burg nëse ka fatalitete. Pamjet apokaliptike në malin e Krujës tregojnë shkatrimin e lënë pas nga zjarri nisur të shtunën. Më 8 gusht, flak që u ndezën nga dora e njeriut, duke bërë që banorët e Krujës të kalonin një natë tmerri mes flakëve që rrezikuan seriozisht banesat e tyre. Një 73 vjeçar u arrestua, por më pas u la i lirë pasi prokuroria e konsideroi ndalimin e paligjshëm për shkak të mungesës së provave. Të hënën u arrestua një tjetër 70 vjeçar në Tiranë. Sami Aliu në 2 ditë të ndryshme, njëra pas tjetrës, ndezi me vetë dije 2 zjarre, një në Lundër dhe tjetri në Shkozë, edhe ai u arrestuan në akuzë për zjarrvënie të qëllimshme. Këto janë vetëm 2 nga rastet e arrestimeve gjatë këtij sezoni zjarresh. Nga 1 qershori deri më 11 gusht, policia e shtetit evidentoi 10 ngjarje ku dyshohet se flakët u shkaktuan nga dora e njeriut, sipas të dhënave të policisë së shtetit, të cilat reporteve disponon. Gjatë kësaj periudhe 72 ditore u arrestuan 21 persona, të gjithë për shkatrim të pronës me zjarr, një pjesë të cilëve të kapur në flagrancë, ndërsa 44 të tjerë po hetohen në gjendje të lirë. Policia shpalli në kërkim 3 të tjerë, ndërsa totali të përfshirëve deri më tani në ndezje zjarresh është 68 akuzuar. Zyrtarisht, policia i tha Report TV se në 7 raste zjarresh autorët e dyshuar mbeten të pa identifikuar. Për 10 ngjarje të tjera vijojnë verifikimet pasi ende nuk është përcaktuar nëse bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme apo për shkaqe të tjera. Ndërkohë 10 raste u klasifikuan aksidentale pasi hetimet nuk nxorën element të një vepre penale. Zjarret e qëllimshme parashikohen si vepra penale në kod dhe dënimet variojnë në varësi të pasojave të shkaktuara. Shkatrimi ose dëmtimi i pronës me zjarr dënohet me gjob deri në 5 vite burg. Kur zjarri vihet në kushte që favorizojnë përhapjen e flakëve apo pranë zonave të banuara, dënimi shkon nga 3 deri në 8 vite burg. Rastet kur preken zona të mbrojtura, trashëgimia kulturore apo infrastruktura kritike, masa e dënimit rritet nga 4 deri në 10 vite. Kur pasojat janë të rënda në materiale, dënimi mund të arrijë deri në 10 vite burg, ndërsa kur rrezikohet jeta ose shëndeti i njerëzve, parashikohet dënim nga 5 deri në 15 vite burg. Kodi penal parashikon gjithashtu vepra të posaçme për dëmtimin e pyjeve me zjarr, si në rastet e zjarrvënies së qëllimshme, ashtu edhe në pakujdesi. Për zjarrvënien në pyje, dënimi mund të arrijë deri në 20 vite burg kur shkaktohen pasoja të rënda për njerëzit, pronën apo mjedisin, ndërsa për zjarrin nga pakujdesia parashikohet dënim nga 2 deri në 8 vite burg. Për përballimin e zjarreve dhe emergjencave civile, këtë vit janë vënë në dispozicion rreth 88.2 milion euro nga buxheti i shtetit dhe ai i bashkive. Bashkitë me fondet më të larta për të përballuar zjarret janë Tirana, Durrësi, Kuksi dhe Elbasani, ndërsa më pak para kanë Rogozhina, Vau, Idejës dhe Vora. Ministri i Financave Mala i thotë se financimi për emergjencat është rritur 13 që nga viti 2020. Për të parandaluar apo përballuar zjarret nga buxheti i shtetit për këtë vit janë në dispozicion të emergjencave civile 5.79 miliard lek. Në krahasim me vitin 2025, fondet për emergjencat janë rritur me vetëm 330 milion lek, pavarësisht se zjarret e vitit të kaluar dhe përmbytje gjatë dimrit sprovuan kapacitetet shtetërore të menaxhimit të këtyre fatkeqësive.
Megjithatë, Ministri i Financave Petrit Malaj thekson se financimi është 13 fishuar krahasuar me vitin 2020, ndërkohë që janë shtuar kapacitetet e emergjencave civile për të menaxhuar fatkeqësitë natyrore. Sot përballë situatës së zjarreve, Shqipëria ka një buxhet shumë më të madh, kapacitete të shtuara dhe burime të parashikuara për emergjencat, ndërsa edhe bashkitë kanë fondet e tyre të rritura ndjeshëm për ndërhyrjen dhe përballimin e situatave në territor, thot ministri. Mëtej Malaj sqaron se buxheti i shtetit mund të përballojë edhe nevojat të paparashikuara emergjente, pa u cënuar prioritetet e tjera në rast se do të jetë e nevojshme. Ndërkohë, përveç buxhetit për emergjenca civile, edhe vetë bashkitë kanë fonde të dedikuara për mbrojtje nga zjarri. Për këtë vit, fondet për këtë qëllim janë 2.42 miliard lek, me rritje për 145.6 milion lek në raport me vitin e kaluar. Pra në total janë 88.2 milion euro nga pushteti qendror dhe ai vendor për të menaxhuar emergjencat civile. Bashkitë me buxhetin më të madh në dispozicion për mbrojtje nga zjarret janë Tirana me 311 milion lek, Durrësi 106 milion lek, Kuksi me 86 milion, më pas është Elbasani me 78 milion dhe Shkodra me 76 milion lek. Por ka edhe bashki, të cilat duhet të shuajnë zjarret me vetëm 21 milion lek në dispozicion, siç janë Rogozhina, Vaudejës, Divjaka apo Vora. Ndërsa dy bashki, të cilat po përballen me zjarre të forta në ditët e fundit si Kruja dhe Patosi, kanë në dispozicion për të shuar zjarret, por katësisht 35 milion dhe 28 milion, fondi caktuar në buxhetin e tyre vendor. Viti 2026 po shoqërohet me më pak lindje se gjatë viteve të kaluara. Në 6 muaj, thot Instat, erdhën në jetë pak më shumë se 10.000 bebe, por shifrat në 3 mujorën e dytë ishin në nivelin më të ullët të dekadës së fundit. Më pak të qara bebesh në maternitetet e vendit gjatë këtij viti, me lindje që vijojnë në rënje. Në 6 muajt e parë të 2026 kanë ardhur në jetë 10.229 fëmijë, nga 10.337 që ishin në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar. Diferenca negative është ndikuar nga 3 mujori i dytë, kur është regjistruar niveli më i ulët i dekadës për këtë periudhë të vitit. Të dhënat e Instat flasin për 5.083 bebe të ardhura në jetë gjatë këtij 3 mujori, ose 158 më pak se në vitin e kaluar. Gjatë këtij 3 mujori, 45% e totalit të lindjeve janë në qarkun e Tiranës me 2.310, ndërsa me numrin më të ulët është qarku i Gjirokastrës me vetëm 66 lindje. Edhe pse 3 mujori i dytë është në terren pozitiv pasi janë regjistruar 218 lindje më shumë se sa vdekje, gjysma e parë e vitit mbyllet me bilanc negativ. Në 6 muajt e parë të këtij viti, shtesa natyrore ka rezultuar negative me numrin e vdekjeve më të lartë se të lindjeve. Nga janari deri në qershor kanë ndruar jetë 10.379 persona, ose 150 vdekje më shumë se lindje. Ekspertët e lidhin këtë situatë me emigracionin e lartë të rinjve, plakjen e popullsisë dhe uljen e numrit të çifteve që zgjedhin të kenë fëmijë. Sipas raportit të publikuar nga Instat pak javë më parë, mosha mesatare në vend ka arritur në 45 vjeç, nga 44.3 vjeç që ishte vjet. Për shkak të këtyre lëvizjeve demografike, 35.7% e popullsisë të vendit është mbi 65 vjeç. Tkurja e lindjeve e kombinuar me largimin e forcës së re të punës jashtë vendit dhe plakjen e popullsisë, po krijon pasoja të drejtpërdrejta edhe për ekonominë shqiptare. Bizneset po përballen me mungesë të punonjësve, ndërsa mosha mesatare e popullsisë po rritet me ritme të shpejta, duke shtuar presionin mbi tregun e punës dhe mbi sistemin e pensioneve në vitet e ardhshme. Në kulmin e sezonit turistik, një grup i vogël qytetarësh në Sarandë protestuan para bashkisë për mungesë uji në Çezma. Ujësjellësi bën të ditur se problemi është i lokalizuar në lagjën Kodër, ndërsa qyteti furnizohet 2 herë në ditë me ujë. Ndjekim kronikën. Me 2 banderola, vetëm 5 qytetarë u përgjigjen thirrjes për protestë të bërë në rrjetet sociale për mungesën e ujit në Sarandë. Ne do bote, po kemi blerë mo. Si ja kemi bërë? Kemi paguar lekë e dunjas. Ne duam vepra, duam afat, kur do realizohet kjo, uji 24 orë. Nuk duam fjalë. Unë kisha 30 vjetë në Amerikë, u ktheva përsëri, i lash me bidona gjiton të mi, i gjej përsëri me bidona uji. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje jo vetëm për situatën aktuale, por edhe për sezonet e ardhshme, kur fluksi turistik e rrit ndjeshëm kërkesën për ujë. Kjo nga shtatori ikën, po do mendojnë për barin tjetër, që të ketë ujë Saranda. Jo edhe për ne që vim, po për gjithë turistat.
Ndërsa drejtori teknik i ujësjelljes kanalizimeve Sarand, Laert Iliazi, deklaroi se qyteti furnizohet 2 herë në ditë me ujë, ndërsa në lagjen Kodër dhe në disa pika të tjera periferike, problemi lidhet me mungesën e presionit. Dhe ati ka probleme me mungesa e presionit dhe ati po në lidhe në mënyrë në anë të saracineskave që të karikojnë presionin. Po janë njolla shumë të vogla në Sarand. Kjo qyteti për shkakun që është lagj më e rëndësishme është nga 6:09 në mëngjes, 6:09 në darkë. Për zgjidhjen përfundimtare pritet miratohet projekti për ujësjellsin e ri të Sarandës. Iliazi tha se po punohet me Bankën Botërore për studimin e fizibilitetit të projektit. Investimi parashikohet të kushtoj rreth 30 milion euro. Në këto temperatura të larta, pemët dhe bimët duan për kujdesje minimalisht të ujiten, por kjo duket se nuk ka ndodhur në Tiranë. Si që shihet edhe nga pamjet, lulet që ndodhen brenda këtyre vazove gjigande prej betoni janë tharë, e madje janë mbushur me mbeturina. Pamjet i përkasin zonës pranë Pallatit të Kongreseve, të cilat përveç anës estetike kanë edhe funksion ndarës të bulevardit Dëshmorët të Kombit me korsinë e biçikletave. Kemi bërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.